pavarësisht moshës, pavarësisht gjinisë dhe prejardhjes, pasi kushdo që jeton në Shkodër apo mund të jetojë jashtë, por është i lidhur me Shkodrën, flas me gjithë qarkun, e ka mundësinë që në këtë skuadër të gjejë atë që kërkon. Dhe kjo është shumë avantazh i madh për ne, krahasimisht me ata që kemi përballë, ose më saktë që kemi mbrapa, se ne përballë kemi vetëm horizontin e Bashkimit Evropian dhe s'kemi kundërshtar përballë, po kemi mbrapa. Edhe prandaj edhe dëgjojmë në mënyrë të vazhdueshme zhurma, edhe dëgjojmë në mënyrë të vazhdueshme klithma dhe britma dhe sharje dhe mallkime dhe lehje.